Shkalla e dytë e gjyqësorit ka vendosur të ndryshojë pjesërisht vendimet e gjykatës së Tiranës për rastin tragjik të Brian Spaias, 3 vjeçari që humbi jetën 2 vite më parë në klinikën dentare Splendent pas një ndërhyrje dentare ku u trajtuan 14 dhëmb. Në vendimin e apelit, Marta Gina ndryshoi masën e sigurisë nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje, ndërsa për Roland dhe Ina Xhaxho masat e mëparshme mbeten të pandryshuara. Roland Xhaxho dyshohet për vrasje nga pakujdesia, ndërsa Ina Xhaxho dhe Marta Gina akuzohen për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim të kryer në bashkëpunim. Gjithashtu apeli hoqi masën e pezullimit nga detyrat për 2 mjekët ligjor, Elton Serani dhe Erindo Allo, e cila ishte caktuar vetëm për një periudhë 1 muajshe nga gjykata e Tiranës. Ekspertiza mjekoligjore e kryer në Itali konstaton se shkaku septik i rënd dhe pasojat e tij që sodhen insuficiencë shumorganore ishin shkaku kryesor i vdekjes së të miturit. Hetimet kanë treguar se gjatë ndërhyrjes dentare dhe anestezisë janë shkryer shkelje të rënda të protokollit mjekësor, nuk ishte përcaktuar gjendja klinike e të miturit para operacionit, nuk ishte formuluar diagnoza siç duhet dhe nuk ishte kryer kontrolle paraprake. Dokumentet nga Italia theksojnë gjithashtu se ndryshimi i protokollit dhe injektimi i narkozës për një ndërhyrje 5 orëshe nuk ishte i lejuar për moshën 3 vjeç dhe se pas ndërhyrjes fëmia nuk mund të lejohej të dilte nga spitali në gjendje kritike në të cilën ndodhej. Vendimi i apelit ka për qëllim rishikimin e masave të sigurisë për të gjithë panteorit, duke marrë parasysh gjendjen ligjore dhe konkluzionet e ekspertizave mjekoligjore, ndërsa procedurat për zbardhjen e përgjegjësisë penale vazhdojnë.